Njëri e ka për herë të parë, e i dyti për herë dytë. E kam fjallën për reperet Tyga dhe Chris Brown, të cilët javën që lan pas ishin prezent në Troje shqiptare, më konkretisht në qytetin e Durrësit. Si shko kjo mbrëmje dhe si argëtuan ata të pranishmit në këtë koncert, e ndjekim bashkë një material të përgatitur enkas për këtë mbrëmje. Nuk bëhet fjalë për një artist të një vendi apo regionit të caktuar, por për artistin që fama e tij nuk njeh limite. Fitues i shumë çmimeve ndërkombëtare, e po ashtu krijues i shumë këngëve që ka thyer rekorde shitjesh e dëgjueshmërie. Shumë njerëz janë rritur me këto këngë, por e vetja mundësi ka qenë radio apo televizioni. E me zhvillimin e teknologjisë, shqiptarët mundën ta shenin edhe online. E ëndra e shumë kujt do të bëjë realitet kur Chris Brown në profilin e tij në Instagram postoi datën 8 korrekt si termin të rezervuar për qytetin e Durrësit. Marketingu ishte i madh dhe të gjithë po e presnin një shfaqje të tillë siç bëri para pak dite. Por jo, performanca në Shqipëri, si dhe në disa qytete të tjera të Europës, do të ishin jashtë planit të turit. I vetëm në skenë dhe pas spektaklin që jemi mësuar ta shohim në ekran, Chris Brown ngjiti skenën shqiptare. Por nuk nisi gjithçka mirë në eventin e organizuar nga menaxhmenti Chris Brown. Ishte paralajmëruar që Tyga do ta shoqëronte Brown në skenë, por pak orë para startimit të eventit, kuptohet që artisti në fjalë ka anuluar pjesëmarrjen e tij. Nga organizatorët u tha se interpretimi i Brown do të ndodhë në ora 23, por kjo nuk ndodhi pasi që publiku ishte shumë i vogël në numër. Pas shumë orësh pritje, ylli botror u ngjitet në skenë në ora 2:15 për të performuar hiç më shumë se 22 minuta dhe shumë pak këngë të albumit të tij të ri. Nëse të gjithë mendonin se koncerti i artistit do të ishte i paharrueshëm, atëherë nuk ishte gabim, sepse ky event do të mbahet mend, por jo për mirë. Kaq pak publik nuk kanë pasur as këngëtarët shqiptar gjatë sezonit të nxehtë. Për të numër të vogël të njerëzve mendohet të kenë ndikuar lista e çmimeve të tavolinave që u publikua dje, ku shifrat ishin ekstrem të larta duke shkuar deri në 3.000 euro. Po ashtu, ishte e konfirmuar një intervistë nga Chris Brown pas përfundimit të shfaqjes. Përmes sa duket i pakënaqur nga koncerti, jo vetëm që e anuloi, por nuk dëshironte të kishte pranë as kamera. Chrisin me një video e cila u ripostua nga vet artisti. Dhe një gjë të vetme, pavarësisht popularitetit më të vogël që gëzon Tyga, ai në 2013 në Kosovë i vetëm kishte shumë më tepër publik. Mem Event kishte kontraktuar Chris Brown, ndërkaq organizimi i koncertit i është besuar menaxhmentit të artistit. But I love y'all. Thank you so much.